Në qytetin e Elbasanit kam ndërmend të bëj një sondazh me 2 pyetje. A keni marrë pjesë në protesta? Dhe nëse nuk keni marrë, a do donit të merrnit? Dua konkluzionet e këtij sondazhi, po më duan thjesht 400 deri në 500 veta. Do mundohem të dal shtundjel për të pyetur më shumë njerëz të ardhur nga fshatrat e Elbasanit, përveç se Elbasani. Do shohim rezultatet e këtij sondazhi. Problemi juaj është me pensionet. Me pensionet është. Jemi invalid, jemi të smur, nuk na del se marrim gjitha ilaçe. Po. Keni marrë vetëm një herë pjesë në protesta? Kemi marrë. Keni marrë. Do të marrësh prap pjesë këto ditë? Po duhet marrë, po janë smur, s'vetë do. Nuk vetë do. Nuk vetë do, kemi të na del ushqimet janë të shtrenjta. Po. Nuk dalin, ne nuk na dalin. Po, okay. 2 pyetje kisha, keni marrë pjesë në protesta? Jo. Jo. A keni ndërmend të merrni? Jo. Jo. Çfarë nuk e gjeni të arsyeshme, nuk keni ndonjë problem parimor për të nuk e shoh të arsyeshme sepse nuk është momenti i duhur për protestë. Unë i besoj votës lirë kur të marroj mandatin atëherë populli voton. E dyta, ata s'kan as drejtues, as kokë drejtuese, as gjë, kryeministri ka bërë shumë të qartë. Zgjidhni drejtuesit, formoni parti politike edhe vazhdojmë. Kushti ka për popullit, kështu jo, dilë në bulevard këtë partit, bam, bum, e që i bëjnë atje, du të formon parti politike, dhe të rrinë në bulevard këtë. Pa parti politike, jemi vend i demokracisë, nëpërmjet partive politike, formojnë parlamentin dhe drejtohet shtetit, kështu jo. Kështu është anarki. Faleminderit. S'ka gjë, lutem. Në 3 ditë intervista në lidhje me pyetjen mbi protestën në Tiranë, 442 persona nga të anketuarit në qytetin e Elbasanit realizojnë konkluzionin se vetëm 56 prej tyre kanë marrë pjesë në protest. 101 persona nuk kanë marrë pjesë, por do donin të merrnin, duke mos pasur mundësi, dhe 285 persona nuk kanë marrë pjesë, duke e parë të panevojshme. 442 persona të intervistuar, 12.6% prej tyre kanë marrë pjesë në protestën në Tiranë, 22.8% nuk kanë marrë, por do të donin të merrnin, dhe 64.5% duke mos e parë të nevojshme pjesëmarrjen nuk kanë marrë pjesë. Problemi primar që theksonin 35% e tyre është problemi i pensioneve. Më pas vinin papunësia, mjekësia, drejtësia dhe rritja e çmimeve, renditja e tyre e saktë mbi fjalët e deklaruara. Po kush problemi jot? Keni problem? Asi problem, fa. Me drejtësinë, me pensionin, me papunësinë? Nuk jam pensionist, nuk ka problem. Nuk e problem, po kush problemi juaj? Jam shumë i djafër dhe jam e gjithë mirë që të ndryshoj edhe veni. Do të ti do thjesht të djaftën, jo se keni problem. Jo. Personal, parimor në familjen të tjerë grupohen në ide të ngurtësuara, ku idhulli i krijuar, i një të kaluara në një fjalë që ishte, a nuk ishte demokraci, si shpëtimtar në verbrinë e pa ndryshuar dot, i lë të anshëm.